e kreut të Meduzës, kreut të organizacë kriminale për të organizuar nesër në Vlorë antimitingun e turpshëm të historisë. Ju paralajmëroj se në mënyrë absolute antimitingjet tuaja nuk do të tolerohen. Antimitingjet tuaja do të marrin atë përgjigje që do të mjerohej me te. A ka akt me të turpshëm? Të marrish në punë si tu dhe të dalish në antimiting ndaj protestës qytetare. A ka akt më përçars? A ka akt më absurd? Është akt i luftës që mafia shtetërore u shpall qytetarëve. Hiqni dorë. Anullojeni. E në dërgoj mesazh të gjithë punojësit e fjerit lushtjes të gjithë jugut. Një lloj si Ramizalia, që do të na shpallte Republikën e Vlorës me vullnetarët e Enverit. Tani me vullnetarët e Edit. Mos e provoni, Mos e provoni. Të ndiqen rregullat. Ka një protest më që dënoj dhe dhullën ndaj tyre. Një protest qytetare. Pas ka një njeri që nxjerr këte paullat pa, nuk përfaqëson tërësinë aty. Ndaj dhe është fashiste, staliniste praktika antimitingjeve. Hiqni dorë. Kam publikuar mesazhe që keni nisë në administratë. Gjithçka është terri dhe mungesa totale e transparencës. Për të përfunduar dhe ju, sot e tutje doktoresh, nuk do quhesh më Spahiu, por Mekati, se ti ke votuar ligjin 24-ën. Ti e zonja Mekati, tani e kupto vete, ndro edhe në gjendje civile do shkojmë të ndrojmë mbiemrin të quajmë jo Spahiu, po Mekati. Faleminderit, shumë faleminderit zoti Berisha për mbiemrin e ri. Fjalën e ka zoti Alizoti. E seancës. Po lexoj nenin 80 kushtetutës, i cili detyron kryeministrin dhe çdo ministër mos i shmanget interpelancës. Të gjithë ata e dinë që kushtetuta është themeli i një shteti, përcakton funksionimin e një shteti. Tani kur ka vite që kryeministri refuzon haptas dhe shkel ligjin bazë të shtetit, që është kushtetuta, imagjinoni ç'bën në dimensionet e tjera. Tani, sot në Shqipëri ka disa ditë që ka një ndodhi në shoqërinë shqiptare. Ka një protest të një përmase tjetër. Kështu që ka shumë deputet, ka shumë zotërit nderuar nga pjesë partive ndashtë të mëdha të vogla që duan të diskutojnë me kryeministrin e vendit. Tani më thoni, është me Republikë Parlamentare Shqipëria apo jo? Sepse kushtetuta përcakton dhe thotë që Shqipëria është shteti i drejtës. Shteti i drejtës ka një qëllim, nëpërmjet të ligjit të ndaloj epshin e liderit. Dhe në momentin që epshi i liderit triumfon mbi kushtetutën, ne jemi diktaturë. Ne jemi haptas në diktaturë. Kështu që edhe ata zotërin nderuar që janë socialistë po janë jurist, duhet ta thonë haptas këtë gjë. Ai del haptas, shkel kushtetutën. Jemi në diktaturë apo jo? Atëherë ju si drejtues të seancës duhet merrni kurajon dhe e keni tagrin të jepni një shpjegim ose detyroni kryeministrin të vinë interpelancë. Pse nuk vjen kryeministri i Shqipërisë në interpelancë? Dhe kjo bisedë që unë bëj është tamam procedurale. Pra nuk është as populiste, as politike quheni si doni. Është ka të bëjë me shtetin, ka të bëjë me kushtetutën. Nga e merr të drejtën kryeministri i Shqipërisë të shkeli kustetutën e Shqipërisë. Ju lutem jepni një përgjigje. Sot në rendin e ditës në fakt janë disa interpelanca që i keni kërkuar kryeministrit, kështu që
Në zhvillimin e interpelancave do merrni dhe përgjigjet. Zoti Gëlliçi, keni fjalën për procedurë? Zonja Spaiu, për të vijuar aty ku ju sapo u ndalët, neni 80 i kushtetues detyron kryeministrin që sa herë ka një kërkesë për interpelancë, shoqëruar këtu me nenin 96 dhe 97 rregullores për interpelancat dhe interpelancat për çështje urgjente, e ka detyrim kushtetues të vijë dhe t'i përgjigjet pyetjeve të deputetëve. U bë vite me radhë që kryeministri jo nuk zbaton kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit, po as nuk vjen fizikisht këtu të përballet qoftë me deputetët apo me pyetjet që shqetësojnë opinionin publik dhe qytetarët. Ne si forcë politike ja u kemi bërë të ditur vullnetin tonë që sa herë shkelet kushtetuta, ne do të reagojmë dhe nuk do të pranojmë më në përkëmbjen, bunkerizimin e këtij parlamenti dhe shkeljen e kushtetutës sa herë që kryeministrit apo drejtuesit seancës i teket. Ndaj, me që përmendët pikën e parë sot në rendin e ditës, interpelancën urgjente, të kërkuar me kryeministrin, po ju themi që duhet jetë kryeministri këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve të deputetëve të opozitës dhe jo një nga ministrat e deleguar prej tij që lexon në fakt fjalimet e tij. Për të ardhur ke një çështje që sot ka tronditur të gjithë qytetarët shqiptar, me që kemi dhe ministrin e brendshëm këtu. Si ka mundësi që sot në Maliq ka ndodhur një vrasje nga një person me precedent kriminal i konsideruar shumë i rrezikshëm, dhe si ka mundësi ministri i brendshëm që ju për të neutralizuar dhe arrestuar një kriminal, një ordiner, i cili është i dënuar me burg dhe ishte në kërkim, dërgoni aty forcat shqiponja, efektivët që nuk kanë trajtim special dhe forcat speciale nuk i dërgoni. Forcat speciale ju i ruani për të shtypur protestat, për të goditur protestuesit, për të goditur opozitën, për të ruajtur karrigen e kryeministrit, për të goditur ata të rinj që i goditën dhe ditën e djeshme në protestë dhe për të shtypur çdo zë kritik kundër kësaj mazhorance. Si ka mundësi ju e dini që po shkoni të arrestoni dhe të ndaloni një person në kërkim me precedent penal dhe i dënuar me burg dhe ju dërgoni 2 djemë 3 që i morët në qafë. Një efektiv 34 vjeç që humbi jetën dhe një 36 vjeç që po lufton për jetën. Ndërkohë, për t'i kujtuar dhe një herë të gjithë emrat qytetarëve shqiptar, të atyre deputetëve që kanë propozuar amendamentet për ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura, për të lejuar shkatrimin e zonave të mbrojtura, qytetarë shqiptar ta dini mirë, 12 kartonat e Partisë Socialiste që kanë propozuar atë amendament janë Fadil Nasufi, Florenc Pao, Arken Balla, Edona Bilali, Bujar Qela, Anduel Tahiraj, Shpresa Marnoj, Mirela Pitushi, Denis Deliu, Klodiana Spaiu, Ensemblera Zake, Eduard Ndreca. Këta janë kamikazët që ka Partia Socialiste këtu dhe që janë vetëm kartona. Zoti Strazimiri. Faleminderit zonja drejtuese e seancës. 2 fjalë për të gjithë dashnorët e Flamengove dhe të Pelikanit Kaçurel. Ti, Gjergjinski, atje, Lenini, nuk mund të dhimbë se Pelikani Kaçurel dhe Flamengoja, ditën kur këta kanë zgjerë fonde për t'i ndruar me terapi hormone seksin fëmijëve. Dakor? Fëmijëve tanë, që të gjithëve. Me taksat tona që ty të dhimbë se naq shumë. Atë sheshin që e ke plodh atje ti e bashkëpunëtori i tyre. Atë sheshin që e ke plodh atje 67% njerëzve i ke demokrat. Të ekspozuar votues të Partisë Demokratike, drejtues strukturave të Partisë Demokratike. I ke marrë dje, atë protestën, nxjerr një ashtu dhe e bëni vetë. Ju a bën ky këto PR-in. Rama dhe Berisha njësoj të dy në burg. Ti. Dakor? Dhe ca qindra për atyra 10 i ke sjellë Kselia Partisë Demokratike, marksista leninista të vegjël. Tash ta dish një gjë. Ka Joselia atje, Marksi ka një faturë pa paguar. Shpaku faturë e vjetër. Paguhet me varre pa eshtra dhe eshtra pa varre. Ti, komunistuc i vogël, jashtë kohë, krysh oficeri, shefe kuadri, ku çka kanë qenë nga këta të vegjëlit. Dakor, çorra, topellor, çfarë jeni ju aty që vazhdoni thoni Marksi dhe Lenini, kundër imperializmit, mirë është mos vish ta paguash, ti do ta paguajnë ta. Këta që s'ndjehen diçka din, mama. Në qoftë se do ta hapësh këtë lojë,
ne hapim, nuk është problem, po ty nuk të leverdiz. Gjëja e vetme që ke bërë djeti, duke quar njerëzit atje, është që 3 çerekun e sheshit e ke larguar, se të kanë treguar se nuk je ti organizatore, se është protestë qytetare ajo. Dhe në qoftë se thuhet jo politikan, ti jo i pari. Sepse akoma, me qorat paraardhës, Gjergjiskin, Leninin, Stalinin paraardhës, dakord, akoma sot vazhdojmë paguajmë dëmin e tyre, e quan të popull në uri dhe në tallon. Që me kujdes herë tjetër dhe me batutat dhe me të gjitha. Folë që të përgjigjen prapun. Po, zoti Muçi, replik. Zoti Muçi për replik. Okej. Atere, me qënë se këtu ndodh shpesh, në fakt, që nga të dyja kratë, të më referohen mua dhe lëvizjes bashkë si marksistë, leninistë, Gjergjinski, Lenini, Stalini, e më thetë thash, dua t'ju them dhe t'ju qartësoj që ata të rinj dhe ato të reja që protestojnë atë shesh, nuk e njohin Marksin. Ata të rinj dhe ato të reja, që kurse kanë hapur sytë në maternitet, kanë parë Sali Berishën. Që kurse kanë filluar të flasin dhe të hecin, kanë parë në pushtetet Diramën. Prandaj, lereni Marksin dhe Leninin. Ata të rinj dhe ato të reja, nuk e njohin dhe nuk protestojnë, as për Marksin, as për Engelsin, as për Nietzschen dhe as për Feuerbach. Ata të rinj dhe të reja protestojnë kundër jush, kundër dëmit që i keni bërë këtij vendi, kundër shkatrimit, kundër paktit tuaj me oligarkët, që i lindët ju dhe i shqenjë këta tani. Prandaj dilni dhe jepuni llogari, dhe ju mund të vazhdoni pafundësisht me batuta të dala boje. Unë kam lindur pas i vdiqen veri, dhe unë s'dua t'ja di fare për atë kohë. Unë dua t'ja di për këtë kohë, çfarë jeni duke i bërë popullit shqiptar sot, të gjithë ju, për 35 vjet, që duhet mbani përgjegjësi dhe keni dhe fytyrë të na drejtoheni ne. Zoti Ministër, keni fjalën, zoti Lamallari. Ju lutem, zoti Strazimiri, nuk ka replik mi replik, sepse ju drejtuat, ju lutem, zoti Strazimiri, ju lutem uluni sepse ju nuk ka replik mi replik. Ju lutem, nuk ka replik mbi replik. Ju lutem, uluni. Ju lutem, uluni, zoti Strazimiri. Zoti Lamallari, keni fjalën. Ja kam dhënë fjalën ministrit. Ja kam dhënë fjalën ministrit, lutem. Uluni, ja kam dhënë fjalën ministrit. Lutem. Fjalën e kam ministri Lamallari, lutem. Të lutem, ju lutem, nuk du ta shkelim rregulloren. Ju lutem, zoti Strazimiri, uluni. Mirë, uluni në vend. Uluni në vend, ju lutem. Zoti Berisha fjalën për replikë, për replikë më falni. Zoti Berisha 1 minutë, ju lutem për replikë. Edhe njëherë denoncoj me forcën më të madhe qëndrimin stalinist Edi Rams për të organizuar antimiting në Vlorë, që ka përbën një akt të shëmtuar kriminal. Ndaj dhe merë një masa të anulloni kundër mitingu. Kjo është, po garantoj shërptor të qeverisë, se kur,
as i forës në botë, nuk më poshtë do të këte opozitë o mjeran.